Prefekti Qarkut Dibërn Xhvedin Shehu ka mbledhur në takimin mujor drejtuesit e institucioneve qendrore në nivel vendor, por jo vetëm, për të gjithë Qarkun Dibër. Në takimin e zhvilluar në ambientet e prefekturës Dibër është kërkuar marrja e masave për përballimin e situatave dimrore, duke qenë se rreshtet e shqirave tashmë kanë nisur. Prefekti kërkoi gatishmëri të plotë nga ana e pushtetit vendor, por edhe kompanive që mirëmbajnë rrugët që të jenë vigjilente dhe të mos pengojnë lëvizjen normale të qytetarëve, qoftë të rrugëve nacionale, qoftë të rrugëve rurale. Nga ana tjetër, shehu ushtoi se masa duhen marrë edhe për periudhën e ngricave, ku kompanitë duhet të sigurojnë gjithë bazën materiale, siç e kanë parashikuar në kontratë me ARSH-n apo pushtetin vendor. Ne përballuam një ver me shumë probleme, me shumë zjarre si vjet, do me të konsiderueshëm më shumë se vitet e kaluara, edhe kemi pas shembuj të mirë, po shembuj dhe jo të mirë, në kuptimin e bashkëpunimit, jo të angazhimit njerëzve, për të cilët edhe kemi diskutuar, por gjithsesi gjejmë rastin sot ti sjellim me mendjet tonë për të nxjerrë mësime me qëllim që përballojmë dimrin. Dimrat në vitet e fundit kanë qenë më të butë, por edhe qoftë 24 orësh një borë, nga viti i kaluar kemi pas bllokime rrugësh, kemi pas dëmtime strukturash e tjerë. Fatosi ka përgatitur material shkurtër, unë të lutem Fatosi ta kalë shpejt, pa i lexuar gjashtë faqet, më shumë për të sjellë vëmendje punën që është bërë edhe çfarë mendojmë. Veç detyrave që morën për periudhën në vazhdim drejtuesit e institucioneve dhe përfaqësuesit e tyre, raportuan para prefektit edhe për punët e realizuara në muajin që po lën pas.